Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësinë e madhe të udhëzimit në Islam. Edhe nuk ka mirësi më të madhe për asnjënin prej nesh, se sa kjo mirësi, se sa udhëzimi në Islam. Të gjitha salavatet dhe selamet mate për zemërta, ja dërgojmë sonte në këtë natë të begatë. Dhe çdo natë në të cilën ne bashkohemi dhe takohemi me një tjetrin, e shohim në sy njëri tjetrin, shtrëngojmë durt me njëri tjetrin, është natë e begatë. Është natë e begatë se jemi mbledhur në një shtëpi për shtëpive të Allahut, ku për shekuj e shekuj është nalsu emri i Tij Azza wa Jall. E ku për shekuj e shekuj në këtë tokë, në këtë vend, njerëzit janë përgjigjë thirrjes Hayya ala salah, hayya ala falah. E si të thush, baballarët e gjyshit, e katra gjyshit tuaj, janë përgjigjë Allahut Azza wa Jall në këtë thirrje të mrekullueshme islame. Edhe ju keni qëndruar në besën e baballarëve tuaj. Edhe i lumi ai i cili e ruan besën edhe amanetin e të parëve. Edhe i lumi ai i cili nuk devijon nga tabani i tij. Edhe i lumi ai, pasaj i lumi ai i cili mburret me krenari legjitime, me tabanin e tij, me të parët e tij. Po jo nga kanvështrimi i atij që thotë se do të shkojë në xhami me abdesin e gjyshit, se nuk shkohet në xhami me abdesin e gjyshit. Mirë, po shumë e rëndësishme që teksa vim me abdesin tonë në xhamin e gjyshit, me e ditë se kush ka kënë gjyshi i jon, e kush kanë kënë të parët tanë. Ishte një kënaqësi shumë e madhe, ftesa e vëllaut tim të dashur, me ftyut tuaj të nderuar, i cili më ftoi të vija edhe të isha sonde në mesin tuaj. Edhe me kënaqësinë më të madhe, me fti i dashur, kemi ardhur sot nga qyteti i Shkodrës, edhe me marrë nga bereqeti i mexhliseve tuaja, edhe për t'u pa në sy dhe për ta shiju këtë mirësi të madhe të këtij mexhlisi mubarek. Edhe ka një koincidencë shumë të madhe, edhe shumë të veçante, se sapo ka dalë edhe hana e re e këtij muaji të shenjtë në cilin sapo kemi hyrë. Ka nis muaji Dhulqa'de, që është prej muajve të haxhit, e kemi hyrë në një atmosferë të shenjtë, një atmosferë të begatë të një muaji të shenjtë, ku sevapet edhe të mirat shumë fishohen, e ku edhe gjunahet ndëshkimi për ta shumë fishohet. Prandaj me pas kujdes, e me fregu Allahut Azza wa Jall, me u përpjek me vazhdu në besën e Ramazanit dhe Shawalit, prej të cilëve sapo u ndam, e me shiku drejt muajit të haxhit, dhe për t'ju lutë Allahut Azza wa Jall që me na bën të gjithë dhe prej haxhilerëve, edhe atyre që bajnë tavaf për rreth kuptimeve dhe vlerave të këtij Islami dhe nuk heqin dorë prej tyre. Të dashur dhe të shtrenjtë, tema që unë kam dëshirë për me nda sonte me ju, është një temë që e shoh edhe me bëhet zemra mal, që shumica e të pranishmëve janë një moshë e re. Vit mas vitit, e kohë pas kohe, ajo çfarë vëmë re në xhamit tona, në qytet, në fshat, në qytete të ndryshme, nga çdo cep në tjetrin, është numri për herë në rritje i djemve të ri që vinë dhe frekuentojnë xhamit tona. Që do të thotë se kemi ne një shprehje në Shkodër, gjaku nuk bëhet ujë. E thirrja dhe amaneti i baballarëve dhe gjyshërve ka xhanë vend në këtë tokë. Edhe lutja e tyre ka xhanë vend tek Allahu subhanahu wa taala dhe ja përgjigja asaj lutje. Tamam si jetimet e surës Al-Kahf, të cilëve Allahu subhanahu wa taala i dërgon Hazreti Musain alayhi salam, edhe Hazreti Hizrin alayhi salam, për t'ju ardhur në ndihmë për një dobi që Allah subhanahu wa taala e kishte ruajt për hatrin e një gjyshi, a katra gjyshi, a një paraarsi shumë të largët të atyre jetimëve. Edhe ne, me aq çfarë kemi kaluar në historinë tonë kombëtare, duket sikur jemi shkëput nga hallkat e shëndosha të historisë dhe rrjedhave të thirrjes islame në rruzullin toksor. Mirë po Allahu subhanahu wa taala nuk e ka humbë gjurmën e baballarëve. Shikoni, kjo është gjurma e baballarëve tuaj. E kjo është era e mirë e gjyshërve dhe katra gjyshërve tanë. Kur hym sot në xhami i thash edhe myftiut, edhe këtë mos më merrni për shumë,
merrem shumë seriozitet. Duhet patjetër që të kërkojmë për një mjeshtër të parfumeve që të hyjë në këtë xhami dhe atë erë të mirë që e ndjen, dhe kjo nuk është erë materiale, është erë shpirtënore. Atë erë të mirë që e ndjen sapo hyn në këtë xhami, i frymëzuar nga ajo erë e mirë, të krijojë një parfum me emrin e Beratit, edhe emrin e kësaj xhamie. Shumë seriozisht. Edhe dhe ishte një parfum mi çdo parfum. Parfumi i trashëgimisë, parfumi i shpirtit të baballarëve dhe gjyshërve tanë. Të dashrit e mi. Ka një temë që është shumë e rëndësishme në realitetet e përditshme, të cilat ne përballemi dhe të cilat jetojmë dhe veprojmë. Para shumë dekadash, në një konferencë ndërkombëtare islame në një prej qyteteve të Indonezisë, në podium doli një prej hoxhallarëve tanë më të mëdhenj, kryemiftiu i shquar i Sirisë, Sheikh Ahmed Keftaru. Edhe e nisi fjalën e tij duke thënë, do dëgjoni me vëmendje këtë, se do të reagoni edhe ju. Rabbana atina fil akhirati hasanatan wa fid dunya hasana. A ka reagim ose ka reagim? Si? Taqaddam wa ta'akhir. Edhe dikush ndryshu dhe i tha, këtë që tha dhe vllau im i dashur. Rabbana, vazhdoi së dyti, atina fil akhirati hasanatan wa fid dunya hasana. Edhe disa hoxhallar bërtiten me të madhe. Ju është kryeftie, hoxh, edhe si përgatron ajetin kuranor? Ajeti kuranor është Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Të gjithë dim për mend se lexojmë çdo ditë në namaz. Ai shikoi edhe çeshi, vazhdoi sërish Rabbana atina fil akhirati hasanatan wa fid dunya hasana. Herën e tretë ata bërtiten me të madhe. Ej, hoç, i të bën ngatrove Kur'anin. Allah i tha të dashur, unë nuk thash ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Tash po them se Allahu azza wa jalla ka thënë në Kur'an Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Zoti ynë na jep të mira në këtë botë, na jep të mira në jetën e përteme, edhe na ruaj nga ndëshkimi i zjarrit. Të gjithë e dim këtë. Mirë po, a nuk e keni vënë re se ne, hoxhallarët, gjatë kohëve të fundit, sikur ja kemi ndruar ne me veprën tonë dhe thirrjen tonë vendin këty në dy momenteve shumë të rëndësishme. Dhe kemi harruar me tërheqë vëmendjen e njerëzve për të ndërtuar këtë botë me besim, përpara se të mbërrim tek ahireti. Edhe unë këtë du me thanë, edhe du me hapë sonde për para jush të dashurit e mi. Është koha dhe momenti që djali i ri, e vajza e re, e ne në përgjithësi të gjithë pa përjashtim, me ulodh, me punu, me sakrifiku, me ndërtu të sotmen, me menu për të ardhmen, dhe mos më u bë realiteti i sotëm sikur se thoshte imami i xhamisë Sultan Bayazidit të Shkodrës, Hafiz Shauqet Boriqi rahmet past, mos me u bë parazit, sepse i riu i jon nuk është parazit. Edhe muslimani nuk është parazit që jeton në kurrizin e të tjerëve. Por është njeri që është ftuar nga Zoti i Gjithësisë për të ngrit, për të punuar. Është frymëzuar nga Kurani famullar për të qenë njeri që ndjek thirrjen e Zotit në jetë, për të punuar aty ku Zoti e ka thirrë. Dikush është arkitekt, dikush është mjek, dikush është infermier, dikush është studiues në një fushë tjetër, dikush është inxhinier, dikush është aty ku Zoti të ka ftuar në jetë, bën më të mirën, me kënë më i afti, edhe më i spikatuni, edhe më specialisti, për të dëshmuar Islamin nëpërmjet modelit tanë, e për të pa gjurma e Islamit në sjelljen tanë, në komunikimin tanë, në përditshmërinë tanë, në shembullin tanë, sepse si është përhap ky Islam dhe si trashëgohet ky Islam brez pas brezi, nëpërmjet fjalëve? Jo, nëpërmjet shembullit. A nuk ishte pejgamberi jon alayhi salatu wasalam shembull? A nuk na thotë Allahu subhanahu wa taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Shembulli për kryer, ma i miri i shembulltyrave. Shembulli, puna konkrete. A nuk e lexojmë çdo javë? Unë edhe ju bashkë, edhe djemtërinë veçanti,
historinë e Hazreti Dhul Qarnainit, fa atba'a sababa. Allahu subhanahu wa ta'ala thotë, ja kishim hap të gjitha rrugët për të mbërritur tek qëllimet e tij. Fa atba'a sababa, ai ndoqi shkaqet për të arritur tek suksesi. A dim ne të ndjekim shkaqet për të arritur tek suksesi në një punë, një vepër, në përditshmërinë tonë? A dim ne me ecë në rrugën edhe traditën e Hazreti Dhul Qarnainit? Ai ndërtonte diga. Gjithë secili prej nesh ka nevojë me ndërtu një digë në jetën e tij. A kemi një digë që mund ta ndërtojmë, siç ai zotni i nderuar alayhi salatu wasalam e ndërtonte, duke i bërë mirë dhe dobi gjithësisë? A keti diçka me të cilën mund të mburrësh me të drejtë legjitime dhe me thënë po, siç thoshte Hazreti Jusufi alayhi salam, që unë jam i aftë dhe i besueshëm. A keti diçka për të mburrë në veprën tënde, në atë pozicion ku Zoti të ka vendosur në jetë? Jo për mburrje për të thënë se unë jam. Jo. Po mburrje legjitime siç mburrja e Hazreti Jusufit alayhi salam. A nuk isha një administrator i pashembullt dhe i jashtëzakonshëm, rastin e të cilit Allahu Azza wa Jalla na e tregon në Kur'anin famullar? Ja, kemi hyrë në muajt e Haxhit. A nuk lexojmë për punën e madhe të dy pejgamberëve të mëdhenj, babës së pejgamberëve Hazreti Ibrahimit alayhi salam dhe të birit Ismailit alayhi salam, për të cilët Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'anin famullar: wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayti wa Ismailu. Por kujto kur Ibrahimi alayhi salam së bashku me Ismailin ndërtuan themelet dhe ngritën shtëpinë, cilën shtëpi? Shtëpinë më të rëndësishme të adhurimit në faqen e Dheut. Jam mahnitur sot me vizitën edhe shpjegimet bujare të muftiut tuaj dhe stafit të tij në këto xhami të mrekullueshme të këtij qyteti. Allahu Ekber, era histori, era madhështi, era lavdi, era e shekujve, për të cilët ne kemi nevojë dhe na mungojnë centralitetet shqiptare. Shikoni këto gur dhe prekni, është era dhe shpirti e aty në burrave të mëdhenj që i kanë ngritë dhe Zoti Azza wa Jalla ja ka rujt amanetin e tyre dhe gjurmën e tyre. Pa mendo për shtëpinë më të madhe, Qabën e madhnueshme. Sa të ketë jetë në faqen e Dheut, do të përmendet shembulli i Hazreti Ibrahimit alayhi salam. A ke ti një punë me eba siç Hazreti Ibrahimi alayhi salam së bashku me të birin ndërtuan Qabën, shtëpinë e Allahut Azza wa Jall? Ne lexojmë në Kur'anin famullar për Hazreti Daudin alayhi salam: wa alanna lahu al-hadid. Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon se ja kishte dhënë mundësinë me e përpunu hekurin. Hazreti Daudi alayhi salam është simboli i industrisë së rëndë në historinë tonë islame, në trashëgiminë tonë kuranore. A kemi një lidhje me këtë ajet kuranor, apo thjesht e lexojmë për të regjistruar numrin e shkronjave dhe për të thënë kaç herë 10 sevape kemi fituar teksa e kemi lexuar këtë pjesë kuranore? A kemi një lidhje me industrinë e rëndë? Do të thoshti çaj duke thënë. Dakord, largonu nga industria e rëndë. A dim ne me prodhu diçka sot? Keni pa gjithandej në përvizit dhe këtu pash, handmade, prodhim dore, prodhim vendas, prodhim original. A prodhojmë ne diçka? A dim ne të prodhojmë diçka? A kemi ne të prodhojmë diçka? Të gjitha i kemi në Kur'anin famullar, edhe i lexojmë her pas here, e kohë pas kohe. Mirë po, a i lexojmë për ta ndërtuar jetën mbi bazën e këtyre shembujve, apo thjesht për të kaluar në fushat e bereqetit të leximit të Kur'anit famullar? Do të rikthehem shembullit të hoxhës tonë rahmet past. Shkoi një herë për vizitë në Pakistan dhe e priti presidenti aso kohe Imran Hani, një personazh shumë i njohur. Edhe ishte hera dytë që hoxha vizitonte Pakistanin. I tha Imran Khani, i tha, pasi i kishte vendosur një staf të posaçëm për të vizituar cepa të ndryshëm të Pakistanit, Islamabadit, për të pa xhami të ndryshme, universitete, shkolla, medrese e kështu me radhë. I tha, hirsi, si ju duk vizita e Pakistanit? I tha, është hera dytë që vizitoj Pakistanin. U mërzita shumë. Allah, që për mërzita shumë? Xhami, plot shkolla, po universitete islame, medrese. A ju hapit, i tha,
mos ka një problem me përkthimin? I thoj, jo, mërzit shumë. Sepse herën e parë, pash xhami shumë të bukura, shkolla, medrese, të njëjtat i pash edhe këtë herë. Dhe unë prisja që këtë herë të shihja bri çdo xhamie një fabrik dhe bri çdo minareje një ogjak të një fabrike, një uzine, për të për të zhvilluar përpara jeta e jonë, për të zhvilluar muslimanët. Dhe shikoni se nga ajo kohë dhe deri më sot, ky vend për të cilin flasim ka arrit ku shumë vende të botës islame nuk kanë arritur. Fa ajo çfarë kërkohet prej nesh nga Kurani familjar të dashurit e mi, është me punu, me ulo, me sakrifiku. A keni vënë diçka? Në realitetet tona, sot ne jemi ba ma demel se sa breznit e ma përpashme. Dikur kanë lëviz me kal, kanë lëviz me mjete. Sot me një makinë shkojmë, një makinë vim, gjithçka me ajër të kondicionuar, me ashensor, me mjete që e majnë njeriun pasiv, nuk ka ma lëvizje. Kemi punë kryesisht në një tryez, para një kompjuteri, punojmë ditë natë, qoftë me një tablet apo një celular, i kryjmë punë shumë ma shpejt, shumë e vërtet. Mirë po, jemi ba ma demel. Nuk lëvizim ma, nuk qarkullojmë ma. Baballarët tanë lodheshin, sakrifikonin, mirë po ju kishte bereqet lodhja e tyne. Në shëndet, edhe ju kishte bereqet në besimin e tyne. Shikoni dhe hidhni syt për rreth sot dhe shikoni statistikat gjithandej në përbot. Sëmundjet kryesore të kohës tonë vinë nga dy burime. E para, dembelizmi, kam marrë me dy shokë të mi që punojnë në repartin e kardiologjisë. Edhe kur unë shkoj për të ba vizita apo një analizë, puna e parë që thonë, me ecë ma shumë. Me ecë ma shumë. Me ba aktivitet fizik ma shumë. Një, edhe e dyta, që është shumë e përhapur sot në botë, është stresi, ankthi. Dhe më thanë, problemet me besimin. Ne në islam jemi eduku me punën, me uzgjuheret, me ullodh fort, me pushu paksa, me pasi sa pushime në momentet të caktuar të ditës, me ju lutë Allahut Azza wa Jall, me rujt ekuilibrin e trupit edhe të shpirtit. Mirë po i humin këto të dyja, siremi çdo ditë për namazin, mirë po a falemi? Ose ku falemi? Edhe mi të gjitha si falemi? Siremi çdo ditë për të punu. Siremi çdo ditë dhe i lutemi Allahut me na dhanë të mira në këtë botë. Mirë po, a e ndjekim rrugën e realizimit të asaj që kërkojmë nga Allahu subhanahu wa ta'ala? A punojmë ne? A lëvizim ne? A ka dinamik në jetën tonë? A ka dinamik në aktivitetin tonë të përditshëm? Një pikë tjetër. Hazreti Jusufi a.s. një administrator i jashtëzakonshëm. Madje që thoshte me të madhe, unë jam i aftë dhe jam i besueshëm. A kemi djemë të ri sot musliman, e vajzat e reja muslimane, që janë të aftë në fushët e tyne, edhe që kanë kuraju dhe jo ndrojtje, për të thanë, unë jam i aftë për të bakë të detyrë, e unë i dalë për zotë kësaj pune, për të mirën e këtij vendi, për të mirën e kësaj shoqënie, e mi të gjitha për të dëshmu, se ne si musliman nuk jemi shoqëni e izoluar. Sa më shumë që izolohemi dhe Zoti na ruaj, sa më shumë që e keq përdorim fen duke u izoluar me fen tonë, aq më shumë ne i bajmë dëm fesë tonë, realiteteve tona, vendit tonë, tokës tonë dhe trashëgimisë tonë shekullore islame. Ne nuk jemi ftuar në islam për të izolu. Edhe ditën e xuma që e kemi një ditë të shenjtë javore, Allahu subhanahu wa taala çfarë na thot? Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi, shpejtoni edhe shkoni drejt përmendjes së Allahut. Wa dharul bay', edhe lërini shitblerjen, e shkputni paksa. Mirë, po pastaj fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi, kur të ketë përfunduar namazi dhe këto adhurimet e asaj dite, përhapuni në tokë. Wabtaghu min fadlillah, jo dhe kërkoni nga mirësitë e Allahut. Shkoni për mos fleni, qohuni, shkoni. E keni marrë karikimin e duhur shpirtnor, shkoni tash edhe lëvroni dhe kërkoni për bereqetin dhe mirësinë, se do ta gjeni atë.
Shumë e thjeshtë. A nuk e shohim Hazreti Zekerijain alayhi salam, që ishte një përpunues i mrekullueshëm i drurit? Shikoni këto punime të drunit. Këto janë në mëdhëbin e Hazreti Zekeriajit alayhi salam. A ka njëri që din me punu sot si ky punim? Themi këto janë, i kanë bërë mjestra, sot nuk din me i bë ma kush. Pse nuk din me i bë ma kush? Allah. Hekurin jo, drunin jo, këte jo. Po ç'a bajmë? Ç'a bajmë? Të dashtun dhe të shtrejt. Shikoni një moment shumë interesant. Ne kur pyetemi për rregullat apo shtyllat kryesore të fesë tonë islame, edhe themi për kushtet e islamit, përmendim zekatin, përmendim haxhin, të gjithë vrapojmë për të thënë që duhet pasuri për të dhënë zekat, shumë e vërtet. Duhet pasuri për të shkuar në haxh, shumë e vërtet. Por ka një detaj tjetër që shpesh e neglizhojmë. E ka obliguar Allahu subhanahu wa taala angazhimin për të punuar dhe për të fituar, për të dhënë muslimani, sepse e ka shpirtin e madh, është bujar, është zemërgjan, dhe e ka mendjen tek tjetri siç e ka tek vetja e tij. Mirë, po a punojmë ne për të ndarë zekat? A jemi ne shoqni zekati, apo jemi shoqni që vetëm presim me na dhanë lëmosha? Nëse vazhdojmë të presim që të tjerët me na dhanë lëmosha, do të thotë se ne kemi vdek, jemi në një vdekje klinike. Edhe unë i them shpesh edhe shokëve të mi, bollma duke prit për arabëve dhe turqëve, e ku do qofshin vëllezërit tanë në anë botës islame, Allahu i shpërbleft, sa shumë kanë bërë për këtë vend dhe për ne. A nuk ka shkoha që ne me mendu me kontribu për ato vende? A nuk mundemi ne me ndërtu një medreseja, një shkollë, një xhami diku në Turqi në një vend arab, siç ata kanë ndërtu tek ne? Allah. Me u zgjubre për kësa, me punubre, me ulodh, me sakrifiku, me na pas bereqet dita dhe nata, e me na pas bereqet çdo hap dhe çdo frym në jetën tonë, për të ecë në traditat e pejgamberëve të Allahut azza wa jall dhe me ndjek hartën e Kur'anit për të zhvilluar jeta e jon. Një shembull shumë interesant nga jeta e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Doli një ditë, ju basha kurban me nanë e bab, dhe ishte zverdh pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe një prej sahabëve, djalë i ri, Hazreti Ka'b ibn Ujra radhiyallahu anhu, e pa dhe i tha: "Ja Rasulullah, a ke diçka i smur ke?" I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Jo, asgjë, po ka 2 ditë që nuk kam ngranë." Allah, pejgamberi 2 ditë që nuk ka ngranë. Çfarë bani ky zotnia? Shkoi më një herë në treg. Dhe gjeti një pasanik jehudi, për jehudive të Medinës. Ai kërkonte një person për t'i bërë hizmet deveve të tij. I tha: "Unë e bëj atë punë." I tha: "1 deve për 1 grusht hurma." Ashtu kishin atë aso kohë atë komunikimin. I tha: "Patjetër." Dhe i shërbeu atë ditë atij jehudiut dhe mori një shport të madh me hurma dhe më një herë shkoi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe e vendosi përpara durve. Çfarë i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? I tha: "E tuhibbuni ya Ka'b? A më dën ti mua o Ka'b?" Do këtë e bënë nga dashnia ime. Allah, shumë e madhe. A më dën ti mua? Mirë, po pyete pak sa veten. A nuk ftohemi ne çdo ditë teksa shohim në simbolikën e zverdhjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam? A nuk na zverdhet për ditë më shumë ky islam dhe simbolikat e tij, dhe ndoshta gjithë secili prej nesh në një mënyrë apo një tjetër ka mundësi për të punuar dhe për të fituar dhe për t'i bërë hajër dhe për t'i dëshmuar të gjithëve dashninë e tij për islamin nëpërmjet punës së tij. E tuhibbuni ya Ka'b? Ti a don pejgamberin alayhi salatu wasalam? A ke punu diçka sot për pejgamberin tënd? A ke punu diçka sot për fen tënde? A ke punu diçka sot për islamin tënd? Për trashëgimin tënd islame? Për këtë frym të pastër, e të bekuar, që e merr çdo ditë? A thu duhet t'i japësh diçka Zotit tënd për këtë mirësi që ta ka rujt? Tash sa shekuj. E tuhibbuni ya Ka'b? A më don ti mua o Ka'b? Pyete veten. A don ti pejgamberin alayhi salatu wasalam? Edhe një detaj. Nana e jon, Hazreti Aisha thot kështu: pejgamberi alayhi salatu wasalam ka urdhëruar dhe ka thënë: "E mëshiroft Allahu një person që fiton nga halali, që shpenzon me maturi
dhe që jep lëmosh nga ajo që tepron për ditën e varfërisë dhe nevojës së tij. Allah Azza wa Jall në mëson nëpërmjet kësaj fjale të madhe të pejgamberit alayhi salatu wasalam një bekim garant. Është bekim garant ky, se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e mëshiroft Allahu një person i cili fiton nga halali. Unë edhe ti dhe të gjithë ne teksa ngrihemi çdo ditë me njetin e fitimit të halalit, duhet me e pas të shkruar me këtu për parasysh. Unë elhamdulillahi rabbil alamin sot kam bekimet dhe mëshirën e Allahut Azza wa Jall me dëshminë dhe kërkesën dhe lutjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Që shpenzon me maturi, që jep nga ajo që tepron, që shpirtmallësia. Mirë, po shpirtmallësi kur nuk ke asgjë. Si? Shpirtmallësia kur lodhesh, kur sakrifikon dhe e din shumë mirë se ajo që ke në dorë është thjesht një mënyrë për të afruar nga Zoti i gjithësisë, jo më e marr dhe më e fut këtu në zemër. Prandaj jemi edukuar në Islam që me ju lut Allahut Azza wa Jall që atë që na e jep me na e dhon në dorë, jo në zemër. Se kur e ke në dorë e komandon ti, kur e ke në zemër të bën robin e saj. E Zoti na rujt e mos na baf me ken rob e sklever të pasunisë, sa do e madhe a e vogël qoftë ajo. Për fund të dashur dhe shtrenjtë, edhe duke ju falendëruar të gjithëve për pjesëmarrjen edhe praninë tuaj. Kemi nevojë me e kenë njerëz të kohës. Edhe kemi nevojë që mësimet tona islame me i përvetësu deri në atë gradë sa që me u bë njerëz prodhimtar, produktiv, i thonë me këtë gjuhën e re. Në gjova para disa ditëve një prej mësuesve tanë, i cili i përgjigje një fetvaje për njerëz musliman në realitete ku sistemet bankare janë të atilla që ose do të detyrohen muslimani me marrë kredi, ose do të ketë kështu dhe kështu probleme. Jo dhe në perëndim ka shumë, po dhe në shumë vende arabe dhe islame për fat të keq. Çfarë tha profesori një fjalë që e majta shënim, edhe du ta përmend këtu përpara jush. Jo për të hap fetvane kredive dhe a bën as bën apo. Jo, nuk është ky momenti. Tha në atë vend prej ku më ka ardhur kjo pyetje, muslimanët janë demel dhe nuk kanë arrit me ungrit dhe me pas sistemin e tyre bankar. Që mos me pas nevojë me pyet a lejohet a nuk lejohet për me marrë kredi. Çono për punoni? Krijoni sistemin tuaj. Çono, ngrihuni, punoni dhe runi vlerat tuaja shekullore, trashëgimin tuaj shekullore në çdo fushë prej fushave të jetës, që të mos ketë nevojë asnjëri pastaj marrë dhe me thanë, "Ho, çmifti. Po është koha, po është duke u përhap kjo, po është duke u përhap ajo." Po ti ku je? Pse ata që përhapin haramet dhe zullumet, a nuk janë si ti, edhe si unë? Pse ata e kanë zellin dhe aftësinë për të ndërtuar dhe për të punuar atë që ti e sheh si haram, ndërsa unë edhe ti nuk e kemi zellin dhe mundësinë për të ngritur dhe për të ndërtuar sistemin tonë të vlerave, sistemin e halalit, sistemin e pëlqimit të Allahut Azza wa Jall, sistemin e trashëgimisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kështu të dashur dhe të shtrenjtë, i lutem Allahut subhanahu wa taala që më na bë për atyre që e ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Dhe i lutem Allahut Azza wa Jall më u dhan të gjithëve ju mbarësi dhe bekim. Dhe me i dhan mëftiut tuaj të dashur e imamëve të nderuar e të gjithë atyre që punojnë në fushat e thirrjes islame, mbarësi dhe sukses për të mirën e këtij islami, e kësaj trashëgimie, e me na bë për atyre që jetojnë me faqe të bardhë, e duan njëri tjetrin dhe e përhapin të mirën dhe e ruajnë trashëgimin e tyre me faqe të bardhë, dhe largohen nga kjo jetë kur ta ketë shkruar Zoti për të larguar, pasi kanë jetuar një jetë të gjatë me vepra shumë e me faqe të bardhë. E në bashkoft Allahu Azza wa Jall nesër ditën e gjykimit me pejgamberin alayhi salatu wasalam tek kroi i tij, e na e bat nasip të gjithë të bashkë, me pi pak ujë nga dora e begat e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që e shuan etjen e pas asaj gëdhenjke ujë, ati hurti ujë nuk ka ma etje. Allahu ju dash dhe begatoftë, ju rujt ju dhe familjet tuja, e rujt beratin e çdo cep prej cepave të trojeve tona shqiptare dhe mbar ummetin islam dhe njerëzimin nga devijimi dhe shturja dhe në udhëzov drejt më të mirës. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërbleft
dhe shumë i nderuar që isha sonte në mesin tuaj. Walhamdulillahi rabbil alamin.